nesër më ne marrim prej shtëpisë prapë. Po me shpenzu kanë me shpenzu gjithsesi. Është më mirë që ke dërguar fëmijën. Sepse është menca hapur edhe ka çfarë zgjedh, nuk e ka vetëm një ushqim, ka çfarë zgjedh dhe merr atë që do. Domethënë dhe neve na vjen menyja në çdo fillim muaji, na vjen menyja dhe thot për shembull, filan ditën keni këto për zgjedhje, në mëngjesin, drekën, darkën, pra dhe ne si prindër jemi të informuar se çfarë po han fëmijët, nëse ka ndonjë problem dietik, nëse ka ndonjë problem me alergji të ndryshme, normalisht që informohemi dhe japim informata gjithkohës. Pra që the, që i mirë qanë gjithkund. Kjo është për parësi që është normale. Absolutisht po. Vajza ime nuk paguan asnjë cent në shkollën private ku është. Pse? Sepse është fëmijë që ka studiuar dhe kur ka hyrë aty, kur është regjistruar aty, ka bërë test pranues dhe ka marrë full scholarship. Por është fëmia që e ka bë. Dhe unë, prioriteti jam, thash, ishin 1 siguria, 2 diploma që jep mundësinë të njihet kudo. Vetëm këtë po them. E shëndetit në dorë, ka psikolog shkolla, sa merret për dallim kësaj që i kim publike, sepse dhe kjo është temë e rëndësishme. Fëmia gjatë rritjes, faza, ndryshimet, ajo kjo. Ka njerëz që merren direkt me çfarëdo lloj problematike. Janë njerëz të dedikuar që merren me çfarëdo lloj problematike, që duke filluar te bullizmi, që duke filluar te ngacmimet, që duke filluar te fjalosjet mes A ka bullizëm në shkolla private? Sepse unë e di që ma shumë të ka. Ka në televizive. Ka gjithë ku. Ka, Sara. Ka, edhe shumë. Se merren, fillojnë për shembull garat, kush i ka veshur teshat më firm, kush i ka veshur... Ka në uniform. Po zotin për mamet maturës arrehen. Ka në uniform, po i veshin një patike, kanë qonë të bullizon, ka bullizon për brenda. E kete aksesor. Po, e mandejte që kjo Eda, për shambull, a njën prend të, se shumica e prendërve që i dërgojnë fëmijët në shkolla private, janë shumë të mirë që ndrushëm financiarisht. Mujna me thonë, gjysa janë milionera. A ndihen mandej krejt prend tjerë pak keq, pak keq edhe inferior edhe plus të obligushëm që m'ja plotsu krejt që do kërkesa se ata po shihen me një shoqëni specifike. Jo, të në momentin që ke vendos me dërgu në qatë shkollë që kushton 5.000 euro ose 7.000 euro, ti pa tjetër ti e den para prakisht që varet çfarë zgjedhje bën zemra ime, sepse nëse për shembull një prind e ka të qarta idet, unë dhe Uranela e kemi të qarta idet se çfarë duam te fëmijët tanë, edhe prandaj kemi bërë atë zgjedhje. Po, sepse janë fëmijë. Mundeni mu pajtu, mundeni mos mu pajtu. Eda bre për shkolla private as notat që ja zguxojnë me Jo, më e notat. Jo, më jeta se çfarë. Ama Eda nështë ka shkolla, po ka shkolla shumë që njihen në Prishtinë, sidomos që e kanë patjetër kanë me kalu vitin për shembull. O, dhe ja u falin notat. Ka shkolla që edhe kanë kritere shumë nalta, ama Qam kushton nuk mundemi me atit fëmijë ki 5 ose krejt veqit që kanë. Në AB, bashkë me Uranelën. E ka transishme notën që ato do të më blie notë. E dashur, unë jam në AB profesoresh. Unë jam profesoresh në AB, në shkenca kompjuterike, që 13 vjetë. Po të betohna që asë një person prej AB-s nuk ka ardhë me më thonë mu të lëshoja fëmijën e Gjekit ose të Sarës ose të Teksit AB, shumë jam e vështirë. Ki kritere, është të vërtet. Shumë e vështirë jam. Sepse nuk jo është ndërtuar ashtu struktura që kërkush nuk vjen me... Vesh prej vetës munis, s'po du me O tani unë po flasë për strukturë i modër. Për kolegje, për shkolla private. Unë po flasë për strukturë. Po për strukturë. Po jo se ti po fletë për rastin tanë. Po mirë tani unë mund të flasë për një rast tjetër që nuk e njofë. Po jo, normal. Jo, unë me folë në emër të AB-s. Po, sepse bënë dhe hetime. AB-ja bënë dhe hetime për atë punë nëse ka në një tips apo në një person që ka whistleblower që dikush e ka kalu dikon me të njofshëm apo me pare. Unë po du veç pyetjen e fundit me Abu Uranelës, që tash si në përfundim, a është okej, cila është ma okej për juve për shembull personalisht, cila është a shkolla private, a është publike? Shet meta dhe për parësit i shike pasi. Po, Uranela, pas ka zgjedh vetë private. E kom zgjedh private, po shpresoj që mundë me të i kalu këtë debat privat-publik edhe të arrim të debati i standardit, edhe të debati i ku mundë me vendos standardet e cilësisë arsimit që të garojmë në një nivel ndërkombëtar, të garojmë në një nivel evropian me cilësinë e arsimit tonë. Ekspertat e arsimit të Kosovës, adhe
se janë 2 a 3, emnat i din krejt publikisht, janë tërhek edhe pe punës e pe jetës publike, se në këtë shoqni s'kan mujt me gjithë vetin as me dhonë kontribut. Që aty o problemi maj madhë. E kemi njerëz, apo dhe që se dalojnë pambukun për pamukut, dhe vazhdojmë me majtë pozita. Në më thonë, problemi është për krejt shoqnia, nuk o problemi veç të shkollat As të